Instrumentistët e vegjël të qendrës kulturore Fato Berberi në koncertin Tingujt e Festave promovuan talentin, përgatitjen e tyre dhe i falën më shumë gjallëri atmosferës festive në qytetin e Gurtë. Programi përfshiu pjesë muzikore të interpretuara nga fëmijët në piano, violinë dhe kitar. Aktiviteti që është shumë i bukur që bërëm sot, neve dolëm shumë mirë, grupi violinave i bëri të tëra pjesët shumë bukur, edhe në përgjithësi ishte një aktivitet shumë i bukur festiv për festat e fundvitit. Unë paraqita me disa pjesë, me violin, me bareshën, me kolazhet e filmave shqiptar edhe me pjesët e vitit të ri. Si prind jam shumë emocionuar, pjesë kisha të dy fëmijët, mendoj se aktivitetet të tilla, rikthimin në skenë të fëmijëve dhe nxitjen dhe suportin e talenteve të reja, mendoj se janë një aset për qytetin. Luvianola Haska, instruktore violinës, u shpreh se performimi i fëmijëve ishte një punë përgatitore e bërë me tepër pasion nga ata. Këtë aktivitet ne përcollëm emocione besoj shumë të bukura nga fëmijët. Ata interpretuan me shumë përkushtim. Besoj se ndihet dhe vetë që na ndoqët atmosferën festive që neve kishim në këtë skenë. Ju urojmë të gjithëve një vit sa më të mbar 2026. Përgjatë kësaj periudhe të festave të fundvitit, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi ka organizuar një kalendar të veçantë aktivitetesh kulturore.